flamuri ynë gjithmonë larë, si shqiponjë mbi Alpe kredhur, gjithë i kuq, i zjarrt, i flakt, me një ngjyrë endur, të erdhur. Në ndes zjarrin në përvatra, shkëndi e prush Shqipërie. Endur Shqipja jon dy flatrash, bashkim zemrash, trimërie. Ngjitu Shqiponje lirë, mes flamurit deti kuq. Në kruj, nënës i dhe të birë, në vlorë, kombi mbërë të lirë. 100 vjet ngjyra stuzbe. Flakadan, breg më breg. Një dhe, një kom t'i nje, bëre drit, shteg më shteg. Pasteje, në betim si ata të parë tanë, mbledhur grusht në kushtrim. Me ty, në gjim pas krismave ranë. Ngjyrë e kuqe e flamurit, ngjyrë në gjak dhe në bes të burrit. Simboli ynë kombëtar për këdo që është shqiptar. Përshëndetje të nderuar miq të emisionit Poetikum. Sigurisht, javët kaluan dhe ne jemi së bashku në studio me një tjetër autor për të ndarë me ju emocionet krijuese dhe emocionet poetike, sigurisht të cilat janë edhe thelbi i emisionit tonë. Pak më parë ndoqën vargjet e poezisë Flamuri ynë kombëtar, vargje të cilat trajtojnë atë temën e madhe të atë dheut dhe të atë dhe dashurisë, të qenit shqiptar dhe të pasurit një identitet. Sigurisht vargjet dhe autori i tyre sot janë bashkë me ne në studion e televizionit Apollon në emisionin Poetikum. Për të gjithë ju, poeti dhe prozatori, krijuesi dhe studiuesi Mihal Krimçe. Mihal, përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion e televizionit Apollon. Përshëndetje, ju jam mirënjohës ju si televizion, ju jam mirënjohës ju të gjithë si gazetar, si staf, sepse televizioni Apollon gjithmonë nga dita në ditë po bëhet një media shumë gjithëpërfshirëse e qytetit të Fierit, zëpërurse e të gjitha fushave ku gëlon jeta e qytetit. Profesor, ju falenderoj sepse fjalët tuaja janë dhe kurajo për vazhdimsinë e punës. Pa dashur të humb kohë, do të bëja një pyetje rreth poezisë Flamuri ynë kombëtar. Tema e madhe e atë dheut, tema e madhe e këtij simboli kombëtar, ju tërheq së tepërmi. Është emblema e një shekulli të tërë, e 100 vjetëve jetë, lufte e përpjekje, është emblema, është simboli i gjithë kombit tonë, është simboli të gjitha përpjekjeve, gjitha qelizave të vendit tonë, dhe nuk ka shqiptar që ka kohë brenda këtij viti që nuk përjeton, e nuk gëzon dhe nuk obligon me këto valvitje të këtij flamuri që ka kapur tashme të gjithë botën, anë e kënd botën, si një jehon e fuqishme e një populli të lashtë me ditë të reja të fuqishme. Pa diskutim që në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë, edhe këto vargje janë të ngrohta dhe ndoshta edhe shikuesi do të emocionohet gjatë momenteve të dëgjimit të këtyre vargjeve. Por meqense në traditën e emisionit tonë është natyrë që të merremi paksa edhe me elementet stilistikor, shprehimor, ato të cilat na bëjnë të mundur që ne të arrijmë tek emocioni poetik. Në vargjet aktuale të poezisë Flamuri ynë kombëtar, shohim simboli i flamurit, i cili është shpalosur me format e veta metaforike, det, i kuq, shqiponj që valviten. Duket që këto ngjyra dhe këto aromëra, këto tinguj gjallojnë dhe
vim ngrohtët me një pyetje në fund fare. Ndoshta jo me një pyetje, por me një deklamacion. Ai që është shqiptar. Është një mesazh që buron vetë nga shpirti i pentagramit të popullit ton, sepse pikërisht mua më duket se ajo endje e kuqe flamurit dhe zhgaba në mes janë si ato notat e fuqishme të shqiponjës në pentagramin e Shqipërisë, rreth të cilit janë mbledhur, gëzojnë e festojnë gjithë kombi ynë sot, jo 3 milion që janë në Shqipëri, po gjithandej Shqipërisë ku jetojnë e punojnë, dhe që këtë flamur e kujtojnë, e mbajnë, e përjetojnë dhe me të përballojnë dhe sfidojnë të tjerët. Në ligjërimin tuaj poetik në këto vargje, shohim që keni një alternim të natyrës klasike. Dhe unë do të thosha duket që jeni paksa i dashuruar me këtë lloj ligjërimi. Rima, muzikaliteti, përdorimi i vargut të metruar, të cilat i japin tingu, i japin muzikalitet kësaj poezie. Është përgjithsisht në natyrën tuaj poetike apo ndodhet vetëm në këto vargje? Në përgjithësi unë i mëshoj metrikës tradicionale, sepse kam përshtypjen se kjo metrik e përcjell tek lexuesi më sakt e më mirë ritmin dhe gjëmimin e fjalës poetike. Më duket tamam si një marsh luftarak, ndoshta edhe mosha jonë që në tinguj tanë gjithmonë jehon marshi i flamurit dhe pas ti marshi i jetës sonë. E se fundit e gjithë jeta është marsh, është optimizëm, është ritëm. Nëse do të më lejoni që ta bëja këtë konstatim, ndoshta është edhe një rifreskim ose një rikujtim i të gjithë autorëve të letërsisë shqipe, të gjithë atyre simboleve dhe miteve letrare, duke filluar nga Naim Frashëri, Mjeda, Çajupi, edhe shumë autorë të tjerë. Mbi të gjithë përshtypjet të veçanta unë do të veçoja këtu Milosh Gjeri Nikollën, Migjendin e famshëm, që në vargun e tij e ndërtoi aq bukur, shpirtin poetik e shprehu aq mirë, e ke parasysh edhe tek sidomos te poezitë e zgjedhura tek poema e mjerimit dhe tek vargjet e lira në përgjithësi, jo vetëm te Migjendi, po tek të gjithë poetët nga ata të traditës, të relidhjes sot kombëtare, dhe te kulmet, siç janë Drejtora Goldi dhe Ismail Kadare, e të tjerë poetë që i yjsojnë gjithë qiellin poetik të Shqipërisë sot. Ndoshta përmes vargjeve tuaja, mos ndoshta kërkoni të përcjellni edhe një formë ndërgjegjësimi, një natyrë thirrmore, duke kaluar në plan të parë të gjithë elementët, vlerat shpirtërore, vlerën identitare të një individi. Tamam, sepse vetë fjala është kumt. Nëpërmjet fjalës të kumtojmë, të sjellim dhe të mesazhojmë, të përcjellim mesazhet tona. S'ka më bukur dhe më drejt për drejt se fjala. Dhe aq më mirë kur fjala vjen dhe ngjyroset me emocionet e figurave stilistike, që bëhet më shprehse edhe më pranuese. Ju falenderoj për këtë prezantim të parë të vargjeve Flamuri ynë kombëtar dhe pa humbur kohë doja të njihja shikuesin e televizionit Apollon me një biografi të shkurtër të gjithë krijimtarisë tuaj artistike dhe studimore. Shikues, pas biografisë, shihemi në studio për pyetjen e radhës. Mihal Krimçe është diplomuar për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Tiranës në vitin 1974. Ai ka një përvojë rreth 40 vjeçare pune në arsim, si mësues i letërsisë në shkollën e mesme dhe drejtor shkolle në rrethet e Beratit dhe të Fierit. Një përvojë e mirë pune ka qenë dhe si specialist i kurrikulës dhe cilësisë në drejtorinë arsimore rajonale Fier. Veç punës në arsim ka pasur dhe një bashkëpunim të hershëm në Institutin e Gjuhësisë dhe të Kulturës Popullore Tiranë, ku ka dhënë ndihmesën e vet në botimet e këtyre institucioneve shkencore. Mihal Krimçe ka një sër botimesh edhe në gazeta dhe revista të ndryshme. Kontributi i tij në krijimtarinë letrare kombëtare është i gjerë. Mihal Krimçe është autori disa veprave në fabula, ese, prozë, si dhe studime folklorike e monografi.
Në fabula mund të përmendim ciklin mushti i fjalës, vera e fjalës, pragu i fjalës, pengu i fjalës, këmbanat e fjalës, fabulat të zgjedhura dhe kuvendi i fjalës i vitit 2010. Gjithashtu krijimtaria e tij është e gjerë edhe në ese dhe prozë. Këtu mund të përmendim veprat eseistike ethe në përgjethe, veprat në prozë midis vlehve të Shqipërisë, monografi, skica letrare, Vlahisht Shqip, studime, Spiro Golgota, monografi, botimi vitit 1999, si edhe veprat studimore, shkolla midis reformës dhe standardeve, hapësira edukative e të tjera. Kontributi i tij është gjithashtu i gjerë dhe në folklor, ku mund të përmendim folklor vlahisht, botimi vitit 1999, si edhe ese viti 2010. Autori vazhdon të shkruajë dhe në fusha të tjera të edukimit dhe gazetarisë, sidomos në revistën Mësuesi. Ndoqëm biografin ku cituam edhe një sër titujsh të krijimtarisë suaj letrare dhe studimore. Ndoshta kam qenë i vëmendshëm që të mos e ndaj asnjëherë këtë krijimtarinë si letrare dhe studimore, por meqense biografia kryesisht nuk përfshin edhe gjendjen intime të poetit, të krijuesit, sepse vetë krijimi letrar është një intimitet, është një marrëdhënie me veten radhë parë dhe më pas me lexuesin. Keni diçka për të kujtuar nga përvoja juaj letrare, nga shtysat e para letrare, nga ngacmimi letrar i parë? Sigurisht, unë kam lindur në fshatin Kutalli, të rrethit të Beratit, dhe aty unë kam përjetuar ngacmimet e para. Vetë fshati është mjaft dashamirës i punës dhe veçanërisht i fjalës. Ka një traditë mrekullueshme në Kutalli që njerëzit në bisedat e zakonshme janë të pasur në shprehje të figurshme, sidomos fjalët e urta popullore. Mua këto më bënë përshtypje që kur isha nxënës në ciklin e ulët të shkollës 8 vjeçare në Kutalli. Jo vetëm aq, por më bënë përshtypje fablat në tekstet e shkollës. Dhe së pari, kur kam lexuar në klasë 4-5, nuk kujtohet të mirë, librin e shkrimtarit francez Hector Malot, Pa familje. Aty kafshët, zbutja e kafshët, konceptet të jepeshin, mesazhet, kujdesi madh i Vitalisit, personazhit kryesor të librit, dhe ato më dhanë një ngacmim të jashtëzakonshme. Të gjitha këto pastaj me kalimin nga klasa në klasë, më dhanë një impuls të veçantë, jo vetëm për të lexuar, dëshirën për të lexuar, po dhe për të imituar, për të recituar. Kështu që si ajo Curilza e hollë që buron peshkembime të malit, vjen e bashkohet e të gurgullojnë lëndinave të atë pjetë fushave. Përsërinë e elementet folklorike dhe rrëfimi juaj është i shoqëruar. Pas tyre vjen gruri, mistri, frutat e të gjitha merat. Kështu janë edhe frutat e krijimtarisë. Pra, e gjithë krijimtaria juaj ka një bazë të fortë dhe është pikërisht kjo origjina e vendlindjes dhe kultura lokale dhe rajonale që ka rrethuar vendlindja është gjithmonë si puna anteut. Kur jemi me këmbën në tokë, jemi ante, jemi në vendlindje, jemi në fshatin tonë, qytetin tonë, në dheun tonë. Atëherë jemi ante. Dhe pre andej marrim gjithmonë forcë dhe rigjenerim të jetës. Mirë, meqense jemi në këto momente të shtysave të para letrare dhe të ngacmimit letrar. Kanë një përvojë çore të cilën dëshironi ta ndani me ne, përvoja të cilat kanë lënë gjurum tek juve ose gjenerojnë gjithmonë forcë. Po, përvoja bazimja ka qenë mësuesia. Unë në vitin 1970 dola për herë të parë mësuesi gjuhës dhe i letërsisë, kam punuar në fshatrat e rrethit të Beratit dhe nuk e di detyrën e mësuesisë, nuk e ndava asnjëherë nga gjurmimi i traditës popullore, gjurmimi i fjalës, i shprehjes figurshme. Kisha një dhunti të veçantë dhe një dëshirë të madhe të mlidhja toponimet, mikrotoponimet, të dëgjoja histori, t'i regjistroja ato, t'i mbaja shënim, dhe kur gjeja kohën pastaj meditoja rreth tyre. Kjo ishte një punë e tillë që më vonë do të shpërthente pastaj në duke u kanalizuar në vepra nga më ndryshme. Gjithsesi aty nga vitet 80
Instituti i Gjuhësisë në bashkëpunim me seksionet e arsimit krijon një platformë të veçantë për grumbullim ose një aksion kombëtar për grumbullimin e fjalës së rrallë të shprehjeve të figurshme. Ka qenë një periudhë të cilën unë ndoshta me zi e prisjem dhe aso kohë jemi angazhuar nga Instituti i Gjuhësisë dhe nuk i ndava për 10-15 vjet rresht bashkë me profesorët e nderuar Androkli Kostallari, Qemal Axhasani, e plot njerëz të nderuar të Akademisë së Shkencave të Institutit të Gjuhësisë, duke shkuar fshat më fshat, ndoshta edhe në krahina të ndryshme të Shqipërisë. Unë kam shkelur fshatrat e Shushicës, fshatrat e Bagos Kavajës, fshatrat e Terpat në rrethin e Beratit, fshatrat e Durrësit, të Korçës, edhe si ato bletë ngarkohemi në këta, ne mbushnim bloqet, mbushnim magnetofonet dhe i skedonim në sektorin e leksikografisë të Institutit të Gjuhësisë në Tiranë. Këto pastaj patën dhe refleksionet e tyre në botimet, qoftë në revistën Gjuha Jon, qoftë në revistat të tjera. Unë përdorja shumë në atë kohë edhe Gazetën Mësuesi, sot revista Mësuesi, ku me 10 shkrime jepja ngjyrimet dhe emocionet e mia të përftuara nga kjo punë e madhe që ne ndoshta e bënim edhe pa shpërblim në ato vite dhe na jepte krenari. Ndoshta këtu mund të kërkoj unë të vetja ime atë pistë nga e cila mori fluturim fantazia e krijimtarisë. Sigurisht, duke pasur vlerësim dhe mirënjohje për gjithë krijimtarinë tuaj studimore dhe letrare, unë kam vërejtur që, siç e cituat edhe ju pak më parë, atë punën sistematike, grumbullimin, atë përvojën jetësore, kam vërejtur që jeni i tërhequr përgjithsisht nga temat e mëdha. Dhe kjo jo vetëm në elementet simbolik, si flamuria dheu, por edhe në një mënyrë të tërthor. Jo me simbole të drejt për drejt. Por, ky do t'jetë një element të cilin ne do ta kalojmë pak më pas, në cilin do të flasim për mitet. Shikoj që jeni dhe një vëzhgues i hollit botës shpirtërore. Jo vetëm në tërheqjen e temave të mëdha, por duke parë atë botën e vezveseve, atë botën e atyre njerëzve ose veset që karakterizojnë njeriu përmes gjuhës së fabulës. Kuptohet që fabula ka një hapësirë të tillë stilistikore dhe gjuhësore që krijon mundësinë për të shprehur. Këto ç'mund na thoni për fabulën? Mua më kam bërë përshtypje prallat e La Fontaine'it, fabulist të madh francez, që na e ka sjellë në Shqip poeti ynë i madh Andon Zako Çajupi, fabulët e Nein Frashërit, dhe më pas sidomos interpretimet madhore të artistit të popullit Kadri Roshit, qoftë për fabulat e autorëve të huaj, qoftë për fabulat e autorit mirënjohur Ferit Lamaj, të drejtor Argollit, e autorëve të tjerë. Këto si duket më prurësuan më shumë dëshirën për të mbledhur dhe për të shkruar rreth fabulës, sepse më bënte për vete humorit tyre dhe ajo përgjigja rrufe në fund, në vargjet e fundit të fabulës, e cila edhe godiste dhe shëronte. Pikërisht, kështu fillova dhe unë të shkruaja fabulat e para, edhe ndoshta janë librat, 3 pjesët e para të librit Mushti i fjalës, sigurisht janë fabula të moshës më tepër rinore, edhe ndoshta vuajnë edhe ndoshta një çik edhe nga ato adoleshenca e krijimtarisë. Kemi një seri me fabula. Po. Dhe pothuajse të gjitha kanë të lidhura si emërues të përbashkët emrin fjalë. Po. Pengu i fjalës, aroma e fjalës, fabulat të zgjedhura, Mushti i fjalës, pragu i fjalës, këmbanat e fjalës, kuvendi i fjalës. Pra të gjitha këto janë të lidhura me një term paksa specifik, me fjalë. Unë e kam pasur, domethënë si pikësynim kryesor tok fjalësin ku brenda të kishte fjalën. Fjala si kumd. Prej këtej jam nisur edhe nga shenjtëria e vet fjalës. Fjala si kumd, si veshje metrale e mendimit, për të qenë më direkt tek ai që do të lexuesi pra i librit. Natyrisht kjo rrjedhshmëri krijimtarie arriti deri në 12 libra me fab. Libri 12, ku vendi i fjalës është në proces botimi dhe presim të vijë së shpejti. Mandej, këto fablat më të arrira, po mundohemi të grumbullojmë, të mbledhim, të seleksionojmë në një libër simbolik që do të dalë më vonë fabula të zgjedhura. Edhe
Do thesh atë që gjatë kësaj udhe të krijimtarisë letrare, fabula ka ardhur dhe është perfeksionuar, kuptohet? Nga adolescenca që i quhet në fillim të krijimtarisë, në një fabull të pjekur. Bile arrim deri atje sa një herë qelloj në rrugë më thot një shok që po dhe mua më gjetëm nxore në fabull, tha. Në fakt sa ma more fjalën nga goja, por doja të thoshja një pyetje tjetër, ose në një moment ndjeva një ngacmim dhe kisha dëshirë t'ju pyesja, besoni tek fjala, te forca e fjalës? Unë besoj fort tek fjala, te fjala si kumpt, te fjala si nocion, dhe në këtë pyetje që më bën ju, menjëherë më vjen në mendje përgjigje fjala e vargu i famshëm i poetit të madh rus Vladimir Majakovskit, dhe fjala dhe vargu janë bombë dhe flamur. Vetë kuptohet, ky është besimi më i madh që kam unë tek fjala. Meqense më citove Majakovskin, po më vjen dhe një detaj shumë i vogël që kam dëshirë ta ndaj me ju. Të gjithë thot besojnë që erdhi poeti dhe foli thot dhe tak një varg nga goja gati doli. Por mos harroni thot fjala në zemër bën kallo, pastaj do të dalë për jashtë. Po. Dhe duke nisur nga forca e kumtit, nga emocioni i kumtit, nga vërtetësia e kumtit, nga stigmatizimi i kumtit, qelloj që dikush më thot një ditë, siç e thash më sipër, që ora po mua më gjetë që më nxorë në fabull, edhe ai moment më detyroi të krijova një poezi të vogël që atëre unë kam konkretisht edhe për shikuesin e televizionit Apollon, fabula në tryez. Fabulën kush e lexon i qeshet në buzë, dikush mediton e bën tërkus. Mos e ka me mua autori ynë që edhe nënthua na e gjën dobësin. Të dashur miq, mos u rrëmbeni. Të gjithë nga një çik në fabull jemi. po. Sakt. Pra ishte pikërisht fjala për këtë. Për këtë rast, për treguar atë që fjala është goditse, është njohëse, lëshon mesazhin, ka një rrezatim më të fuqishëm se çdo mjet tjetër komunikim. Mbretit, si të parë, rendin t'i ndezin cigare. I duket se edhe mali, para ti frymën e ndali. Edhe fusha nise dhe gjelbëron kur sheh mbretin që nise afron. Një ditë në det, bën plazh ky mbret. Hidhet pik, blum, blum. Ja, si hapet, friket nga unë. Diçka në fyt e pengon e në fund të ujit shkon. Të shpëtoi këtë të shkret, hidhet delfini si shigjet. Si e shtriu të sheshi, dy fjalë i thot tek veshi. Secili në punën e vet është mbret e përmi mbret. Gjithë krijimtaria juaj nuk është vetëm në atë krijimin artistik, por ju keni edhe një ndikim të madh, një ndikim të jashtëzakonshëm në fushën arsimore. Po e bëj këtë pyetje pikërisht në këtë moment për vetë faktin sepse më pas duhet merrem me elementet tjera, mitet dhe simbolet, gjithashtu dhe eseja. Eseja dhe madrigali, një zhanër i lëvruar tek juve, të cilët kanë një pasuri dhe një vlerë që unë dua ta ndaj me shikuesit. Por meqense jemi në këtë fushën studimore, përveç fabulës, sepse dhe fabula në formën e saj është një studim i imtësishëm i elementeve dhe ka brenda dhe rolin e edukatorit. Në këtë pikë të edukimit, ka edhe një kontribut i jashtëzakonshëm në fushën e arsimit, me shkrime, studime, metodika gjuhësore, parad të mësuesve cilësor, madje shpeshherë dhe metodika të formës së studimit të nxënësve, natyrën se si ai duhet të përthirret. Kaq shumë i lidhur jeni me arsimin? Pyetja është me shumë vend. Jam jashtëzakonisht i lidhur me arsimin, veçanërisht do ta theksoja me mësuesinë. Mësuesia si art, mësuesia si shkencë, mësuesia si praktik.
mësuesia si edukim. Për faktin që e kam mbi 40 vjet që punoj si mësues dhe përjetimet e mia, emocionet e mia të mësuesit, unë i kam shkruar, kam bërë artikuj të ndryshëm, nuk ka gjë më të bukur, nuk ka gjë më gasplote se sa kur komunikon me fëmijët, kur komunikon me nxënësit, kur futesh në botën e tyre, kur ata futen në botën e orës mësimit, kur ti ditë t'u japsh atyre, ditë të lesh emocione, ditë lesh gjurmë tek ata dhe tek radhojnë njeri pas tjetrit, klasë mbas klase, duke ngjitur shkallët e jetë hierarkinë e edukimit, padyshim në ecjen e tyre, në ritmin e tyre, je edhe ti si mësues. Unë kam pasur rastin me 10 artikuj në Gazetën Mësuesi, po kështu dhe në revistën Mësuesi, dhe kam pasur gjithmonë një frikë shumë në thonjza që mos më humbisnin këto, një pjesë e madhe e këtyre, dhe mendova që t'i bashkoja. Mbas një pune të madhe për zgjedhëse, u mundova t'i grumbulloja në 3 libra, në formën e një triologjie pedagogjike. Pjesa e parë është botuar me titullin Shkolla midis reformës dhe standardeve, ku jam përpjekur të sjell në udhë dhe në vëmendjen e dëgjuesve dhe shikuesve ato ngacmimet e mëdha që solli dhe që po sjell vazhdimisht reformimi i shkollës shqiptare mbas viteve 90 me fitoren e demokracisë. Ne gjithmonë kemi vuajtur në shkollën tonë nga një farë tradicionalizmi, domethënë hyn mësuesi në klasë, kontroll detyrash, kontroll frontal i njohurive, kontroll individual i njohurive, lënda e re edhe detyrë shtëpia. Kjo skemë mekanike, do të thosha unë pak e ngathtë, sikur prej kohësh i kishte e kaluar koha, me prurjet risore të reformës, sidomos me teknologjitë e reja të mësimdhënies, me këto format dhe me erën që solli shkolla evropiane, reforma na nxitit, na dha hapësira nga më të ndryshme. Shkolla tashme jo vetëm se ka ndryshuar në strukturë, është mësuesi nuk është me atë kornizën karakteristike të mësimit, ai është më fleksibël në orën e mësimit, ai ka lidhje me veprimin, por është pjesë e një grupi marrëdhëniesh. Ai ka një hapësirë të madhe, veçanërisht kulmon kjo me orë të lira, ku mësuesi ka mundësi të shpërthejë me talentin e tij, ta organizoj, të integroj, të rezatoj në gjithat imazhin që ka në kokë, hapësirat i ka të pafundme. Prej këtej, ne kemi ideuar modele mësimore, unë për vetën time jam marrë shumë me këto module mësimore, me projekte mësimore, dhe kemi realizuar mësime të tilla të shkëputur nga shkolla në shkolla të ndryshme. Kam pasur nga që kam punuar një 6-7 vjet në drejtorinë arsimore, kemi zhvilluar të tilla projekte në shumë shkolla të rrethit të Fierit, të cilat e kanë mbartur mësimin nga klasa në terren, duke u bashkuar dhe me filozofinë e edukimit global, me filozofinë e edukimit nëpërmjet argëtimit, duke e fuqizuar shkollën, duke e kthyer në një shkollë miqësore. Të gjitha këto së bashku, të gjitha këto prurje risore na kanë obliguar, i kemi konkretizuar. Pikërisht, të tilla arritje ne jemi munduar të sjellim te ky libri i parë, mandej tek libri i dytë, hapësira edukative, refleksione, janë pikërisht mësuesit e talentuar të rrethit tonë, kolegët tanë që kanë ditur të sjellin në orën e mësimit përvoja të tilla. Një inovacion të madh, një hap të madh solli në shkollën tonë, informatizimi i procesit mësimor, krijimi i kabineteve të informatikës, përdorimi i CD-ve dhe i orëve multimediale, të cilat e kanë masivizuar, kanë rigjalluar punën në grupe, e bëjnë nxënësit të kërkojnë informacione në rrugë nga më të ndryshme, nga më interesantet, deri në rrugët e internetit. Mirë po, është gjë jashtëzakonisht me rendiment të madh kur ti arrin totalisht klasë ta vesh në punë në grup, ku mësuesi thjesht kthehet në një regjisor, në një kujdestar, si të thuash, dhe rendimenti me siguri do të jetë jashtëzakonisht i madh. Dhe pres edhe një, unë thash, e kam konceptuar në formën e një triologjie dhe kam gati në proces edhe librin e 8 të kësaj triologjie, që do të jetë pikërisht për këto arritjet në shkollat tona, pikërisht në këto
mbas ristrukturimin, mbas kalimit të shkollës nga 8 në 9 vjeçare, nga kalimi i ciklit ul nga klasa e 5 në klasën e 6, nga riformatimi i gjimnazit tani që është me 3 vjet, nga reformimi edhe i kurrikulës shkollore, sot kemi në 3 plane kurrikulum, me kurrikula e detyruar, me zgjedhje të lirë, me zgjedhje të detyruar, matura shtetërore që është një hap i madh përpara e tjera, këto të gjitha ne e kemi unë përvetimin ka bërë një punë të kujdesshme për të mbajtur shënime, për të bërë përgjithësime dhe jam munduar që të jetë një libër të tretë për ta plotësuar këtë fushën e arsimit të shkollës. Pra, e nisëm që nga shtysat e para letrare dhe duket që edhe sot e kësaj dite ai ngacmimi i parë i hulumtimit, i skedimit të materialeve dhe i punës rigoroze duket që ka kultivuar tek juve njeriun e punës dhe njeriun e shkencës. Ashtu është vërtet. Dhe nuk rrim dot jashtë larg këtij zjarri, se ky na ka ngrohur gjithmonë dhe ky na ngroh. Mirë, do të kalojmë në një tjetër interpretim, i cili do të lidhet më pas edhe me pyetjet në vazhdim. Është poezia Kënga e prindërve, Kënga e nënës, dhe më pas do të kthehemi në disa pyetje dhe momente interesante të krijimtarisë së poetit, prozatorit, studiuesit Mjar Krimçe. E kristal dhe e artë curila e burimit, zbret të të pjetë shkëmbenjve të lëmuar. Ashtu, edhe unë, dhurata e bekimit, zbrita në jetë i ëmbël, i bekuar. Çdo sekond, minut dhe orë, plot dritë, merak dhe përkëdheli. Bie mbi mua kujdesi prindëror. Ndaj rritem gjithë dritë dhe lumturi. Për ju, o prindrit e mi, një jetë e tërë nuk më premton. T'ju kthej mirënjohjen si Perëndi me aq dashuri sa as të smjefto. Këndoj për ju, o prindër pragu, medalioni më i shenjtë në zemër ju kam, skalitur thellë me shkronja gjaku. Në çdo hap që hedh, bashkë me ju, jam. Ndoqëm vargjet Kënga e prindërve, Kënga e nënës, por përsëri në njëjtën formë shikoj strukturën stilistikore, formën e poezisë që është me formatin e saj klasik, me ndikimin e fuqishëm popullor. Sigurisht që vargjet fillojnë me curila e ujit, një originalitet i këngës popullore, burimi i ujit përandej nga ndoshta ngjizet jeta dhe fillon jeta. Juve jo pa qëllim e keni vendosur këtë fragment të metaforë. Jo pa qëllim si përjetim i gjithë rrugësimet të krijimtarisë dhe për analogji të asaj që gjithmonë një zhvillim e ka një burim. Edhe krijimtaria e ka një burim. Ashtu si ujit e burimit që diku pikon dhe rrjedh, ashtu është edhe krijimtaria. Dhe jo pa qëllim, e thash që në fillim që tregimet popullore të fshatit, tregimet e gjyshme, duke sjellë në analogji Gorkin e famshëm që tregimet e gjyshes ai ktheu më vonë në perla të krijimtarisë së tij. Mua më bënë shumë përshtypje sepse ne diskutonim dhe në moshën rinore për eposin e kreshnikëve, për Mujin, për Halilin, për Gjeto Basho Mujin, për Zukun Bajraktar, për Gjergjele Salin. Por të transformuara, të treguara në forma të tjera. Këto janë në veri e tjera me radhë nuk ka. Jo, më vonë unë diskutoja me shokët që edhe ne, dhe në Shqipërinë e Mesme, dhe këtu ku jetojmë ne, ka perla të vërteta të kësaj sfere, të kësaj mitologjie, ka copza, ka fragmente mitesh. Edhe shpesh herë këto fragmente, si ato fosilet e miliona vjetëve të botës biologjike dhe të botës frazore,
që kohërat, transformimet i kanë përmbysur dhe shkencëtarët sot i gërmojnë, gjenë një fosile dhe krijojnë të gjithë kafshën, ashtu më duke dhe muaj që duke rendur pas këtyre bishtave të tregime, të krijonim diçka. Kështu që flitej shumë për ande nga ne për zogun e deleve, flitej për një nuse që kishte rënë nga kali e vdekur, flitej për një plak që lotë sa ishin kthyer në gur, e tjera me radhë. Mua më bën shumë përshtypje. Këto ishin rrëfime dhe legjenda të cilat ju i kishin dëgjuar në mënyrë rastësore. Po, në mënyrë rastësore. Mirë, po mua këto më bën një përshtypje. Edhe po mora të parën zogun e deleve. Ande nga anë tonë e thonë zogu qafkular. Është një zog me qafk që ri pranë deleve. Edhe unë i vogël si gjithë të tjerë, i thosha Timeti që ishte edhe unë i përkas një etnisë vlahe, dhe zakonisht në Vegilinet gjithë kemi qenë me dele, dhe e pyesa baban tim i thoshte, ç'është ky zog? Lere birë, mos e trem, thoshe mua. Lere se ai ka një histori të madhe. Po çfarë histori? Edhe ma tregoi i madh, ma treguan edhe të tjerë. E bëj fjalë për një çift motër e vëlla, të cilët kishin mbetur jetim. Edhe djalë e vajzë i mori një barik që kishte shumë dele në shtëpinë e tij. Vajza ndihmonte gratë në shtëpi për larën, për punët e shtëpisë, kurse ky djalin e mori pranë deleve dhe her pas here e dërgonte për të marrë bukën në shtëpi. Një ditë djali kishte ngelur vetëm me dele në mal. Pa pritur sterose qielli, bubullon, gjëmon dhe bie një shi i jashtëzakonshëm sa menjëherë u mbushën rrëkezat, prejnt dhe delet të gjitha u mblodhën tuf buz për rojë. Roja erdhi aq e rëndum sa po filloi të merrte delet. Djali tash nga frika i tmerruar se mos i mbyteshin delet, vendos krabën shkopin dhe mbi shkop vendos gunën. Edhe xhëviset e hyn që të ndihmoj delet për të nxjerrë nga përroj për të hedhur mana. E merr rëmbesa e ujit dhe diku humbi, u mbyt. Prit, u pushoi Severina. Vajza e motra i thotë atyre grave që më jepni pak bukë t'ia çoj vllajt se ai do jetë lagur. Edhe e merr trasën me bukët e shkon ngjitet dhe thret nëpër kodra atje në emër vllajin e tij. Kur shkon atje të merrohet, kur shikon që guna dhe kraba, ai nuk u gjen. Dhe ajo rend, mori gunën kravet, vendosi kapuçin dhe rend pas përroi duke kërkuar të vllain. Aq shumë rendi, aq shumë vrapoi sa krahët e gunës u kthyen në krah zogu dhe u shndruan në zog dhe sot e kësaj dite duke vërshëllyer ky zog fiu pas deleve është motra që kërkon vëllain. Prandaj këtë zog e kanë shumë të shenjtë dhe nuk e vras. Është interesante se ky zog nuk e bën në pemë folen, po e bën aty në tokë buz afër deleve, afër staneve. Duke dëgjuar disa versione të kësaj rrafenje, unë realizova një formë tregimi epik dhe e nisa dhe diku këtë tregim, çuditërisht në agjencinë e UNESCO-s që është në Ljubljanë, u botua pikërisht në agjencinë Perlat e Ballkanit, u botua në anglisht dhe u gëzova shumë që në këtë vëllim ishte edhe pikërisht i shoqëruar me një pikturë shumë të bukur legjenda zogu i deleve. Pra, këto legjenda grumbullohen në këtë forum pikërisht në librin Perlat e Ballkanit dhe ky libër ka të përfshirë pikërisht të legjendë zogu i deleve. Duket megjithëse kjo është në anglisht, përsëri është emri juaj në fund të botimit dhe i shoqëruar me një imazh. Shumë interesante kjo puna e legjendave ose rrëfenjave që vijnë gojë më gojë, por pikërisht këtë pyetje kisha para përgatitur. Përmes këtyre rrëfenjave, këtyre tregimeve, kësaj trashëgimie gojore, juve pak nga pak i keni pasuruar, i keni shtresuar duke ruajtur identitetin e tyre dhe keni krijuar pothuajse ato mite që ishin destinuara të humnin. Po, pikërisht, sepse në fundit ky rregullimi nuk bën gjë tjetër veç se i zgjat jetën, e fikson më mirë.
Pikërisht këtu qëndron edhe ai roli i madh i yni, roli im, roli juaj, roli tjetrit që kur dëgjojmë të thëna, qoftë edhe një fjalë të vetme, le të hymë në gjurmë të tyre, se ndryshe do ta mbuloj arresa edhe do na ik nga duart, do na ik nga vëmendja e popullit, do ta ik nga tradita e popullit një perlë e vërtet. Gjithë krijimtaria e popullit, gjithë tradita e tij, është gjitha një yjësi. Çdo legjendë përben një yll më vete. Kështu ndodhi dhe me legjendën Varri i Plakës, me legjendën tjetër. Shumë interesante, përfshirë në librin tuaj hapësirë edukative. Po, është tek libri hapësira edukative. Nga që kishin çik forcë shumë edukative, edhe për të sotme, nga që përqaset me emigracionin e sotshëm, se nuk është i pari dhe i fundit. Populli ynë plagët e emigracionit ka qysh para Skënderbeut, në forma organizative. Por, mënyra se si e trajton populli, të le forcë të madhe dhe mbresë të madhe edukative. Ka shumë toponime të cilat mund të ngjallin, mund të intrigojnë. Varri i Plakës, për shembull, mund ta tregosh diçka? Çdo toponim unë do ta quaj një esht, një kock, një dhëmball të një ndodhie të madhe. Për shembull, te Varri i Plakës është një toponim ose më saktë mikrotoponim që ndodhet midis fshatrave të Vokopole, Urës Vajgurore, Skrevanit dhe Protoduarit. Në faqen e Shpiragut. Po, duke shkuar gjithmonë në ato rrugë që punoja me magnetofon dorë për punën me traditën, më bënte përshtypje edhe pyeta disa barinj atje. Një barinj më tha që do pyesësh një plak në fshatin Sjepur, tha, se ai ta tregon. Unë dëgjoja që atje ishte një kavo guri që nxinin gur, një lloj guri i zi dhe i fortë, i murm kështu. Edhe ju kthy kollaj. Dhe në 2-3 versione dëgjova këtë. Pastaj arrita që të krijoj vetë ta përmbledh në një krijimtari artistike, duke treguar një tregim legjend të vogël që doli goxha si tregim. E kam përkthyer dhe dërguar në disa agjenci të tjera dhe në anglisht. Thelbi fabula e tregimit është kjo. Nëna priste me ditë të vinte të binin se i kishte prerë ditën për martesë. Ishte jashtë, në emigracion, në kurbet. Dhe atë natë që priste të vinte i bini, kjo kishte dalë përpara për ta pritur nga shtëpia, atje tek vendi që i thon sot. Ai ishte si qafë duke gjithë rruga nga do të kalon. Por pa vetëm disa njerëz të vënur e thonë që mos u kthehet sepse djali yt nuk ka për të ardhur. Ai ishte rend nga skela atje në ndërtim ku kishte vdekur, kur mori fjalë këtë haberin, këtë mandatën plaka, po përpara se të binte thonë këto tregimtarët popullor, lot të mëdhenj i rridhin nga syt, si dy cyrila qetësi burimi. Dhe çdo lot i rrukullizej kthehej në gur në tokë. U bën aq shumë gur sa u mbulua plaka me gurët e lotëve të saj, dhe aty ngeli e burosur. Ai ishte Varri i Plakës. Edhe sot e kësaj ditë i thon Varri i Plakës. Dhe njerëzit sot shkojnë dhe nxjerrin gur në mënyrë të vazhdueshme. Se ai është gur i fortë, se është nga lotët e Plakës. Kaq i fortë ishte ajo dhimbja, kaq shpirtërore, kaq e shtrore ishte dhimbja e Plakës. Pra, ju nga një toponim morët ngacmimin, zbërthyet historinë dhe rikrijuat një formë të re artistike. Mori një formë të veçantë, një vlerë të veçantë. Dhe nëse ne arrim të bëjmë të tilla gjëra, sepse Shqipëria është plot e lulëzuar me të tilla toponime dhe mikrotoponime, ne do bëjmë një ansambël të vërtet legjendash të Shqipërisë. Pra, një ansambël të vërtet. Më pëlqen metafora, nga mitet dhe mitemat. Pra, kemi në mënyrë të drejtë për drejtë në krijimtarinë tuaj mite, por edhe mitema, ndoshta ripërsëritje ose rigjallërimi i disa elementeve të vjetra prrallore. Kështu që nuk mund të themi që miti shqiptar apo eposi shqiptar. Jo, më fal se ndërpres. Një spuntë të madhe këtu më ka dhënë veprat e Kadares, autobiografia e popullit tonë në Vardje, Dosja He, leximi i Iliadës dhe Odises të Homerit, letësisë greke. Të gjitha këto dhe jam munduar që në shpirtërisht vetë beja përqasje, beja krahasime, që edhe ne kemi të tilla vlera dhe vërtet që i kemi. Pra, është interesante sepse dohet të thoshë që pak më parë juve cituat që eposi kryesisht është aneksuar në zonën e veriut, por
unë do t'i qëndroja mendimit që ndoshta atje është ruajtur edhe deri më vonë tradita ose ligjërimi i formave epike, por nuk do të thotë që dhe në zonën e jugut, në Shqipërinë e Mesme dhe Shqipërinë e Jugut, nuk ka vlera të tilla autentike epike në letërsinë shqipe. Mirë, një tjetër fushë e krijimtarisë tuaj, pasi vetë krijimtaria juaj është e gjerë. Një fushë tjetër është eseistika. Eseja dhe madrigali, dy forma krejt veçanta. Juve karakterizojni nga një gjuhë specifike në ese, por sigurisht dhe në madrigal një zhanër i rrallë, i lëvruar kryesisht nga Martin Camaj dhe autorë të tjerë ndoshta shumë pak. Dhe Anton Pashku, por kryesisht në tregimin simbolik. Ç'mund na thoni për esen? Tani eseja studiohet dhe në shkollë, është një formë të shprehurit me shkrim, ku çdo njeri jep mendimet e tija. Pra, kur ne i japim mendimet tona me shkrim për një ide të caktuar, për një temë të caktuar, dhe këtë e shpreh dhe argumenton me mendimin ton, atë ne kemi krijuar një ese. Por ndryshe nga krijimet e tjera, eseja ka një farë rregullësie, ka një farë strukture, ka një farë ndërtimi dhe është ka hyrje, ka zhvillimi, trungu që themi ne ka mbyllje dhe është e larmishme, sepse eseja mund të jetë shkencore, mund të jetë shpjeguese, mund të jetë argumentuese. Mund të hyjë në çdo fushë dhe ka larmi. Më tepër kam këto eset përshkruese dhe më kanë pëlqyer shumë, nga që edhe populli është i lodhur, lexuesi mërzitet nga fjalitë e gjata, nga frazat e gjata, dhe gjithmonë më ka pëlqyer fjala e shkurtër, dhe sidomos kuratori Mojn. Spundo për këtë ka marrë nga eset e Fajikonicës, Liqenit, Fshati, Hena, Bora, tjera me radhë, edhe jam munduar që edhe unë të ndjek një farësoj, jo të kopjoj, po të ndjek një farësoj këtë teknik të shkruar që fundi madrigali është një lloj, një hibridi në të shkruar midis një kryqëzimi i poezisë dhe i prozës. Ose proza poetike thënë më shkurt. Rreth këtyre, unë kisha krijuar nga përjetimet që kisha për personazhet e veprave që kisha lexuar, i veçoja dhe janë mbi 100 krijime të kësaj natyre, një pjesë të cilëve unë e kam realizuar tek libri Ethe në përgjithë. Është këtu. Libri Ethe në përgjithë. Pse u titullua Ethe në përgjithë? Sepse jemi në vitet 90, kur kalojmë nga diktatura në sistemin demokratik dhe në mënyrë figurative kur ndërrohen stinët. Aty kam sjell dhe kam vend përballë karaktere nga letërsia shqiptare dhe letërsia botërore, me ndodhit që po ndodhin sot në Shqipëri për të kuptuar, duke ndërtuar paralele filozofike dhe sociale. Duke ndërtuar të tashmen për të ecur tek e nesërme. Në krijimtarinë tuaj eseistike dhe në madrigal, shohim atë që ju e cituat pak më parë dhe unë kisha dëshirë ta bëja pyetje, një ritëm i shpejt, një natyrë ritmike, një fjali e shkurtër, emërore, një fjalshe ose kryefjalore. Ose që rimojnë janë... Por, tërësisht e gjithë krijimtaria juaj, dhe kjo është një pyetje që unë nuk mund ta lë pa e bërë, është e karakterizuar nga një frymë optimiste. E kam në natyrë, ne njerëzit, se njerëzit janë kategori e kategorisht, dhe njerëzit si që vishen, ashtu dhe mendojnë, ashtu dhe kanë veprimet e tyre, justifikojnë pra ato aftësitë e tyre, të menduarit e tyre e justifikojnë me forma nga më ndryshme. Unë në natyrë jam njeri që më pëlqen të qesh, më pëlqen të jem gazmend me njerëzit, më pëlqen që të mos bëj keq. Edhe në këtë këndvështrim, më pëlqen që të mos dëgjoj kur për gjëra të keqe, duhet të dëgjoj mirë, edhe gjithmonë optimizmi më ka karakterizuar në të gjithë jetimin, jo vetëm në krijimtari, por në punë me shokët, se do bëhet kjo punë. Në shtëpi do ta bëjmë patjetër këtë punë. Edhe kudo. Pra mjaft pak vullneti mirë dhe sigurisht gjërat. Ndoshta është edhe optimizmi, besimi, ndoshta është edhe preludi i suksesit të pritshëm që presim për çdo gjë. Nëse më lejoni të bëj një konstatim, do ta përfshija të gjithë krijimtarinë tuaj në një trinom, si një emërues i përbashkët. Fryma popullore,
kultura popullore, e cila është ndjeshëm në krijimtarinë tuaj, karakteri optimist i saj dhe karakteri edukativ. Të treja këto elemente pothuajse përbëjnë tërësinë. Integrohen bashkë në krijimtari. Integrohen. Do të kalojmë për pak çaste edhe për shikuesin e televizionit Apollon në një video artistike të përgatitur me vargjet tuaja dhe do të rikthehemi në studio për pyetjet e tjera. Kudo që të mbi, në ferra, në shpap, manushaqa plot arom, e tillë dhe e thatë. Ashtu edhe unë rënj shqiptari, mes dalgëve me shkum, shkëlqej si ari. Është arom e Mëmëdheut, spërkatru prej saj, ne, bijtë e Skënderbeut, shqiptar në çdo skaj. Rufet në goditën, na hodhën gjithandej, aromën na e ditën, kombëtar të mëdhenj. Është aroma e kombit të lasht, që shkumbon ndan Adriatikut, që ndrojmë për herë bashk, si besohet kur armikut. Nga libri Ethe në përgjethe, u shkëpusim një ese të shkurtër me titull Nëna. Nëna është dielli dhe hëna, ajo të ngrohtë, të jep dritë, të mat shtatin për ditë. E ke prapa, të numëron ato hapa. Nëna është krua, të lanë nga koka në thua, të lanë e të thanë, të ka gjanë, të fut në gji, është perëndi, lumë kush e di. Mjera i që se di, do nxihet, kërcu i zi. Nëna të bekon, të lumturon, të gjelbëron, të ngre në këmbë, të bën të fortë, kock. Kur fle në përbot, të rrimbi kokë. Kur je në punë, të bëhet gun, të mbron, të mbulon. Kur pushon, forcat të shton, të mbron, të rinon. Kur je smur, të bëhet kur. Kur ke ftohtë, fur. Kur ke vap, të bëhet natë. Djersë të thanë, në krah të mbanë në lakruar, të mbanë në gojë. Nëna të ka në sy, betohet vetëm për ty, të ka në duar, të bën lakruar, të mbanë në gojë, në mendje orë dhe çast, me ty ha bashk, me ty fle, për ty bëhet pre. Në krijimtarinë tuaj, nuk mund ta lë pa e veçuar edhe dy elemente të tjera, të cilat ne pothuajse i kaluam pak sa më parë, po i kaluam kështu rrëmbimthi, tangent. Një punë të gjërë juve keni bërë në drejtim të monografisë. Po. Është një lloj krijimtarie që mua më kanë tërhequr prej kohës, më kanë tërhequr vëmendjen figura, artist, po dhe origjina ime. Një monografi Spiro Golgota i kushtohet një piktori të madh në Durrës, shoku të Vangel Ebës, artistit pop që sot nuk jeton, shoku i artistit Spiro Urumit që sot nuk jeton, dhe shoku i Kristaj Ramës, artist të mëdhenj piktor shqiptar. Jeta e tij ishte vërtet një tragjedi, u shkollua, po gjatë gjithë diktaturës prindët e tij u persekutuan nga sistemi, sepse kishin qenë avokatë e juristë. Mezi e çuan në Itali për shkollime tjera me radhë, u sëmur dhe ditën e martesës ka vdekur, në moshën 39 vjeçare. Gjithë kjo krijimtari e tij, gjithë kjo tragjedi e tij, u bëri përshtypje dhe në kujdesin e dy motrave që jetonin në vitet 2000-2001, dy motra i kishin ngelur, realizova këtë monografi që e kam shkruar me një frymë, me pathos të veçantë dhe që u mirë prit
që unë ruaj vetëm një kopje sot, kjo monografi, një monografi që mund të filmohet, bëhet dokumentazh e jashtëzakonshëm. Një monografi tjetër unë kam realizuar për vllehët, nga që unë rrjedh prej genit vlla, kisha detyrime për njerëzit e mi, për gjakun tim, dhe realizoha një monografi me titull Midis vlleve të Shqipërisë. Janë udhëtime të mia, unë kam shkelur me këmbë 30 vendbanime vllahe, që nga Voskopoja, nga Grabova, Korçë, Durrës, Divjak, Fier, Vlorë, Seleniz, të gjitha këto vendbanime i kam interpretuar në shkrim në këndin historiko trashëgimor dhe letrar, duke i sjellë dhe argumente. Ato përbën një monografi shumë që unë kam shumë debulesë, e quaj një nga veprat e mia më të arrira, këtë monografi, po kështu edhe përshkrime nga më të ndryshmet. Kjo është në proces e sipër, ne kemi pasur edhe shtypin e kohës që trajton këtë problem dhe shumë artikuj janë botuar edhe në gazetën e kohës që Delta në Tiranë e etnitetit të vllejve të Shqipërisë. Në punën tuaj studimore, profesor, hyn edhe hulumtimi në fushën e gjuhës. E shikoj që folklori dhe gjuha janë dy elemente shumë të dashura për juve. Pothuajse në asnjë çast nuk e ndani. Madje edhe në esen që lexuam pak më parë nëna, por edhe në krijimtarinë tuaj në fabull, keni një gjurmim të njëjtësishëm të gjitha frazave, elementeve popullore, të trashëgimisë gojore, të formave bisedore, të mbetura ose ndoshta edhe të harruara, të cilat rifreskohen. Por në fushën e gjuhës ju e keni një kontribut të drejtë për drejtë. Jeni antar i Institutit Gjuhësisë. Po, bashkëpunëtor me Institutin e Gjuhësisë dhe të kulturës popullore. Në dy drejtimin e mbledhjes së këngës popullore, të gjitha rrafshave të saj, dhe të fjalës, shprehjeve, toponime, mikrotoponime. Pra, siç thashë edhe një çik në sipër, kemi krijuar në sektorin e leksikografisë të Institutit të Gjuhësisë. Unë kam një bagazh të pasur materialesh atje, prej nga kanë dalë dhe janë botuar edhe shumë shkrime, qoftë në revistën. Ju jeni antar prej 25 prej 30 sa vjetësh. Bashkëpunëtor dhe këto vitet e fundit është zbehur pak ky bashkëpunim për arsye që dihen, dhe shumë nga mbështetur në këtë bagazh, në këtë arkiv, në këtë skedar që ne kemi sot në Institutin e Gjuhësisë, janë botuar dhe librat akademisë, për shembull tek botimi akademik Fjalë të urta të popullit shqiptar që është voluminos, unë kam goxha kontribut atje. Po kështu në disa botime të lirikës popullore, të prozës popullore, të këngëve historike, kam kontributin tim. Po kështu në arkivin e toponomastikës dhe mikrotoponomastikës, kam goxha material shoqëruar dhe edhe me tema. Me rastin e 80 vjetorit dikur të shpalljes pavarësisë, kishte edhe dy tema përsa e përket jahonës së pavarësisë së Shqipërisë në folklorin e popullit të rrethit të Beratit. Gjithandaj nuk jam ndarë dhe këtyre, dhe këto përbëjnë vlera dhe fusha të veçanta, të cilat nuk mbarojnë, sepse jeta është gjithmonë vazhdimsi. Por jeta është në vazhdimsi dhe kuptohet e reja ngrihet mbi të vjetrën, dhe sigurisht që çdo element folklorik, çdo pasuri popullore e trashëguar, e rifreskuar është njëkohësisht vlerë, është njëkohësisht edhe një punë e gjatë studimore, por vlerë për identitetin shqiptar dhe për pasurinë kulturore shqiptare. Sigurisht që biseda është e ngrohtë dhe është e pasur. Krijimtaria juaj është e pasur, e kam thënë disa herë dhe kam dëshirë të rithem për vetë faktin sepse është e larmishme në të gjitha fushat, madje edhe në fushën e publicistikës. Për publicistikën, çfarë do të më thoni? Përsa e përket publicistikës, unë kam filluar që nga vitet 70. Mund të them, nga seleksioni që kam bërë materialet, janë mbi 300 artikuj të botuar në gazetën Mësuesi, në revistën Mësuesi, në revistën Gjuha Jon, në shtypin lokal, dikur kemi pasur këto gazetat lokale, dhe në revista të ndryshme, të cilat janë një objekt mbi të cilat do të reflektoj, po ndoshta në një tarme të afërt, sepse edhe ato nuk do në lënë kështu të shpërndara, do një dorë për të kujdesur, për të sistemuar
Se në kështu ngelen jetimi, ngelen azot. Profesor, jeni tip i organizuar në punën tuaj, mbani çdo gjë të skeduar? Unë një diçka, po ma kapi syri ose veshje rrugës, unë në moment do të gjej mundësim për ta fiksuar. Dhe pastaj skedon materialet se cilën vendin e vet. Sa të shkojnë në shtëpi e ruaj. Ashtu si ruaj këto libra, janë gjithsej 20 botime, të cilët pavarësisht se ndodhen në bibliotekat e Fierit dhe të qyteteve të tjerë, por unë në shtëpi i ruaj si thash di parë që kjo është paja ime. Jemi në një moment paksa interesant, sepse u bëj pyetje të gjithë autorëve. Puna krijuese, puna studimore, sigurisht që ka edhe një vlerësim. Por ky vlerësim gjithmonë në anën morale të saj, pra e parë moralisht puna krijuese e autorit. Ç'mendim keni për kritikën letrare sot, zhvillimet e kritikës letrare përgjithsisht? Dikur kritika ishte orientuar, por ama ishte një kritik institucionale. Ishte një kritik mbi baza akademike, mbi ato parime estetike që ajo ishte vendosur, por sidoqoftë funksiononte. Ndërsa sot unë do të thosha që kritika është pasojë. Duhet të ketë një shkak që të ketë pasojë. Ne tim atë unitetin e çiftit të fjalëve shkak pasojë. Ashtu si për shumë probleme të tjera, për shumë udhë të tjera, për shumë shkenca të tjera, edhe për shkencën e kritikës letrare, ka një stopim të jashtëzakonshëm. Mbas viteve 90, ne dim që ka një luleri të madhe të krimtarisë. Një njeri boll të ketë peseke e bën një libër. Po ne të keqen e kemi sot sepse në të gjitha shtëpitë botuese, me përjashtim të rasteve të disa shtëpive që janë elit, hynë dhe botohen gjithfar librash, pa hyrë në sitën e kritikës dhe pa hyrë në sitën e fortë të korrektimit letrar. Unë këto ditë shikoja, rastësisht po e sjell, filmin Shami Kuqe. Është një telenovel që japin televizion. Sa pash atje titulli e filmit Shami Kuqe, të ndara fjalët, Shami më vete, Kuqja më vete, e mbylla televizorin dhe e ka mbledh veten keq shumë. Për disa çaste. Një gabim gjuhësor nga ana drejtërimore që nuk mund të falet. Një gabim gjuhësor që e zbet të gjithë filmin. E zbet të gjithë krimtarin. Pse s'bëjmë kujdes? Me 25 nëntor 1972 ne miratuam, kodifikuam sistemin drejtësirmor dhe drejt shqiptimor të gjuhës së sotme shqipe. Një punë që filloi nga rilindasit. Ne me ligj sot duhet ta mbrojmë. Pikërisht e njëjta gjë ndodhet për kritikën letrare. Nuk e di, domethënë ndoshta nuk funksionon në planin kombëtar lidhja shqiptare dhe artist ashtu siç duhet të funksionojë dhe pranë lidhjes shqiptare. Pranë çdo shtëpie botuese duhet të ketë një komision kritik letrar. Nuk duhet botohet asnjë vepër pa ju nënshkruar kritikës letrare dhe kritikës drejtshkrimore. Më kujtohet një fjalë, një thënie të cilën e kam nënvizuar në shënimet e mia. Kriza e kritikës është kriza e vlerave. Po. Jo se s'ka vlera. Vlera ka shumë, po ne duhet të dim të sistemojmë vlerat dhe të menjanojmë të ashtu quajturat vlera. Dhe kritika letrare tregon paraqet vlera, nuk rrëzon vlera. Ashtu është. Ndoshta këto parime kritike po, nuk rrëzon, menjanon po nuk rrëzon. Nuk rrëzon. Ashtu është. Ajo vetëm tregon vlera. Mirë, profesor, biseda është e gjatë dhe e këndshme. Do të kalojmë në një interpretim të fundit, matura ime, dhe sigurisht do të kthehemi edhe për atë që është pyetja e fundit emocionale që ka të bëjë drejt për drejt me zgjedhjen tuaj dhe me dëshirën tuaj krijuese. Pas interpretimit të fundit kthehemi në studio. Ja, vitet vrapuan pas tyre ne të dehur. Unë dhe ti sot maturant, rritur dhe zgjatur. Në mozaik simbolesh, emrat kemi fshehur, si pas betejës, gjithandej, klasës flakur. Në fragmente kujtimesh ne skalitur, si copa kristalesh, mbetur në udhnaj, me bukuri bashkëmoshatarësh ujitur simfoni, që iso gjithë jetës do t'i mbaj. Jeti, matura ime, det plot talaz, kokën për plasja skutave lëndore,
imazhi yt kaltërsi, ëndrash, oaz, bregnisje e varkës sonë rinore. Kujtimi gjimnazist 3 vjeçar, medalion i derdhur në rrezatim, i shenjtë për çdo bashkëmoshatar, motiv shprese në çdo agim. Do ta përkufizonit veten poet i imazhit, poet i mendimit, i ndjenjës? Jo, unë do ta përkufizoj veten një krijues i popullit tim mes popullit tim. Ky është konstatimi juaj. Krijues i popullit tim mes popullit tim. Pra, gjithmonë i mbështetur mbi bazën folklorike. Edhe ligjërata juaj deri tash ka qenë po e mbështetur pikërisht mbi folklorin. Kam edhe një pyetje tjetër, të thjeshtë dhe të vogël, përpara se të ndahemi, sepse minutat kanë kaluar dhe shikuesi i televizionit është gjithmonë i dëshiruar për të marrë informacione të zhdërvjellta. Nëse do t'ju jepnim përballë që të përzgjidhnit, do të përzgjidhnit midis poezisë, esesë, madrigalit, fabulës, studimit, gjuhës, folklorit, çfarë do të përzgjidhnit? Unë do të përzgjidhja esen. Ajo mbetet? Mbetet se është tamam e shpejt, e shkurtër, e sakt. Ajo flet pak, por thot shumë. Ka mundësi të hyj kudo dhe ka mundësi të jap të gjithë panoramën Dhe po mbizotëron sot, kudo. Po të shikojmë eseja është dominante. Shikues nderuar, ishim në valët e emisionit Poetikum dhe në studio me ne ishte poeti, prozatori, studiuesi Mihal Krimçe. Mihal, ju falenderoj. Falenderoj unë juve.